30 ditë para burgim për drejtorin që u kap në flagrancë duke marrë 20.000 euro, ai kishte kërkuar 100.000 euro. BDI dhe Vlen akuzojnë njëra tjetrën për ndikim në sistemin e drejtësisë. Përfaqësues të sindikatës dhe krerët e qeverisë biseduan për rritjen e pagës minimale. Pasi Trump caktoi 104% tarifa ndaj Kinës, Pekini përgjigjet me tarif prej 84% ndaj mallrave amerikane. Përshëndetje, shikues të nderuar, jemi me lajmet në televizionin Shenja. Drejtori i spitalit të geriatrisë Muhsin Arifi, i cili u arrestua dje nga policia në ndyshimin për mitmarrje, kishte kërkuar 100.000 euro për shtrimin e një pacienti në gjendje të rëndë shëndetësore në spital. Prokuroria Themelore Publike ka dhënë detaje në lidhje me këtë rast, ku thuhet se përpos Arifit që është i dyshuar i parë, po hetohet edhe një person tjetër i cili ka ndihmuar në kryerjen e veprës penale. Arifi ka qenë në dieni për gjendjen e materiale të pacientit dhe ka kërkuar që shuma e kërkuar të sigurohet përmes shitjes së pronës së patundshme të pacientit. Prokuroria Themelore Publike ka kërkuar paraburgim për 2 të dyshuarit në rastin me mitmarrje në spitalin e geriatrisë, të cilët po hetohen për kryerjen e veprave penale, marrje rishfeti dhe ndihmë në kryerjen e kësaj vepre penale. Sipas detajeve që ka dhënë prokuroria për këtë rast, i dyshuari i parë është drejtori i spitalit Muhsin Arifi, i cili ka kërkuar 100.000 euro rishfet për shtrimin e një pacienti në spital. Dyshohet se Arifi në periudhën prej 19 mars 2025 deri më 8 prill 2025, në disa raste ka kërkuar drejt për fitim material të konsiderueshëm që të pranojë në spital një pacient. Rishfetin e ka kërkuar nga kujdesarja me kontratë për përkujdesje të përjetshme për një person i cili vuante nga disa gjendje shëndetësore dhe për të cilin, sipas rekomandimeve mjekësore, ishte e nevojshme të shtrihej në spitalin e geriatrisë. Kur ajo u drejtua në spital për shkak se gjendja e pacientit ishte përkeqësuar, ajo informua se pacienti ishte vendosur në listën e pritjes për pranim. Pas disa ditësh, ajo mori një telefonat nga i dyshuari i dytë, i cili caktoi takim me drejtorin e institutit më 19 mars 2025 në orët e mbrëmjes në një lokal në Shkup. Gjatë takimit, i dyshuari i parë ka thënë personalisht se pacienti qëndron mirë financiarisht dhe kishte informacione për pronën e patundshme që posedonte dhe premtoi ndihmë për shtrimin e tij në spital nëse shpërblehet me 100.000 euro. Gruaja dëshmitare kishte reaguar se kjo është shifër shumë e madhe, për çka drejtori propozoi që shuma e kërkuar të sigurohet përmes shitjes së pronës së patundshme banesës që ka poseduar pacienti, gjë që nuk ishte opsion, pasi banesa ishte përfshirë në kontratën për përkujdesje të përjetshme. Mëtej, siç thuhet në njoftimin e prokurorisë, palët janë takuar edhe 2 herë, pas çka janë dakorduar që fillimisht dëshmitarja të jap 20.000 euro deri në sigurimin e shumës së kërkuar. Më 3 prill 2025 është realizuar një takim mes dëshmitarës dhe ndihmësit, si person në të cilin drejtori kishte besim të plot, ndërsa më 4 prill 2025 dëshmitarja është takuar sërish me të 2 të dyshuarit. Është rënë dakord që dëshmitarja të japë 20.000 euro si garanci për shtrimin e pacientit në spital, dhe nëse i dyshuari i parë, përmes verifikimeve, konstaton se pacienti ka edhe ndonjë pronë tjetër të patundshme, ajo të shitet për të siguruar shumën e kërkuar për 100.000 eurosh. Sipas kësaj marrëveshje, më 8 prill 2025, dëshmitari është takuar me të dyshuarin e dytë, i cili hyri në automjetin e saj dhe në emër të drejtorit pranoi drejt për drejt shumën prej 20.000 eurosh, pas shka u kap në vendngjarje nga zyrtarët e policisë. Ministria e Punëve të Brendshme në një aksion të koordinuar me Prokurorinë Themelore Publike për ndjekjen e krimit të organizuar dhe korrupsionit, të martën arrestoi 2 të dyshuarit për veprat penale marrja e mitos dhe marrja e shpërblimit për ndikim të paligjshëm. Ndërkohë, gjykata penale ka pranuar propozimin e prokurorisë që personave të dyshuar për rastin e mitmarrjes në spitalin e geriatrisë tu caktohet masa e paraburgimit
Nga gjykata ka njoftuar se gjykatës si procedurës paraprake duke vepruar sipas propozimit të Prokurorisë Themelore Publike për ndjekje të krimit organizuar dhe korrupsionit për caktimin e masës së paraburgimit për 2 persona të dyshuar për veprën penale mitmarrje nga neni 375 paragrafi 5 në lidhje me paragrafin 2 nga Kodi Penal. Gjykatës si procedurës paraprake në gjykatën themelore penale Shkup solli vendime me të cilat pranohet propozimi i Prokurorisë Themelore Publike për ndjekje të krimit organizuar dhe korrupsionit dhe të dyshuarve MA dhe BA. U caktohet masa e paraburgimit në kohë zgjatje prej 30 ditësh për shkak se ekzistojnë baza për rrezik për aratisje, ndikim ndaj dëshmitarëve si dhe dyshim i bazuar se mund të përsërisin veprën. Kundër këtyre vendimeve palët kanë të drejtë ankimim në Këshillin Penal, thuhet në njoftimin e gjykatës. Policia financiare ka bërë kallëzim penal ndaj drejtuesit dhe kompanisë PIM Petrol. Në hetim janë edhe 2 punonjës të tjerë, njëri në postë dhe tjetri në ndërmarrje publike për rrugët shtetërore. Dyshohet se PIM Petrol, e cila përveç pikës së benzinës ka dhe pikën e kontrollit teknik, për 5 vite ka gënjur se i ka paguar parat e destinuara për rrugët shtetërore nga regjistrimi i automjeteve. E ka ndëmtuar buxhetin e ndërmarrjes publike për rrugë shtetërore rreth 22 milion denar. Policia financiare ka bërë kallëzim penal në Prokurorinë Themelore Publike për drejtuesin dhe 3 zyrtarët e tjerë të PIM Petrol nga Kumanova. Ata dyshohen për veprat penale, keqpërdorimi i pozitës dhe autoritetit zyrtar, përvetësim, puna e pakujdesshme në shërbim. I dyshuari i parë me inicialet të DP në cilësinë e drejtuesit të PIM Petrol Kumanov, edhe pse ka qenë i vetëdijshëm se nga ana e subjektit juridik e PIM Petrol nuk bëhet pagesë permanente dhe e rregullt e mjeteve financiare të kompensimit për rrugë publike të ndërmarrjes publike për rrugë shtetërore, e ka keqpërdorur pozitën dhe autoritetin zyrtar dhe përmes një marrëveshje për pagesën e kompensimit për përdorimin e rrugëve shtetërore, taksë rrugore, për të cilën paraprakisht një person juridik nga PIM Petrol ka marrë autorizim nga MPB për të bërë kontroll teknik të veturave, në mënyrë që në kundërshtim me detyrimet nga marrëveshja, nuk ka kryer kontroll dhe nuk ka ndërmarrë asnjë masë dhe veprim për pagesën faktike ndaj ndërmarrjes publike për periudhën prej 1 gusht 2019 deri më 30 shtator 2024. Mëtej theksojnë se i dyshuari i dytë në cilësinë e personit të zyrtar për shërbim postar në postën e RMV-s në pronësi shtetërore, posta e Kumanovës me PIM Petrol me qëllim të përfitimit të kundërligjshëm për vete, mjetet e mbledhura nga persona juridik dhe fizik si dhe kompensim për rrugët publike, në vend që t'i paguajë shtetit për llogarinë e saj publike, i ka marrë për vete. Për informacionet e plasuara në disa mediume se është arrestuar kushërira e ish-ministrit të brendshëm Oliver Spasovskit e përfshirë në këtë rast, reagojnë nga kompania PIM Petrol, thonë se përgjegjësia duhet të kërkohet tek SHA Posta e Maqedonisë. Ne si subjekti juridik kemi bërë marrëveshje me SHA Posta e Maqedonisë, në të cilën personi dyshuar Gabriela Krstevska ka punuar. Si kompani, i dënojmë fuqishëm këto informacione në disa media, për çfarë do lidhe me të dyshuarën dhe informacionet të kërkohen tek SHA Posta e Maqedonisë. Të gjitha dokumentacionet e lidhur me subjektin ton juridik i janë dhënë organeve kompetente. Mediat raportuan se policia e ka arrestuar të dyshuarin e dytë për këtë rast dhe ka mbastisur kompaninë PIM Petrol nga Kumanova. BDI dhe Fronti Evropian kanë shkëmbyer akuza në lidhje me ndikimin politik në drejtësi. Partia opozitare ka kritikuar zëvendës kryeministrin Mexhidi se pothuajse ka shpranuar publikisht ndikimin në drejtësi. Në anën tjetër, vlen thekson se nuk ka hipokrizi më të madhe se kur BDI vajton për drejtësi. Drejtësia dhe ndikimi në drejtësi ka përplasur në mënyra deklarative Bashkimin Demokratik për Integrim dhe Koalicionin Vlen. Nga opozitarja BDI deklarojnë se kapja drejtësisë pranohet publikisht nga partnerët e qeverisë. Sipas tyre, shteti nuk mund të ndërtojë të arme europiane mbi themelet e një drejtësie të kapur. Deklaratat e dhëna dje nga Izet Mexhiti, një nga drejtuesit e një partie të vogël brenda koalicionit qeverisës, janë tronditëse dhe thellësisht alarmante për çdo qytetar që beson në shtetin e së drejtës. Në një dalje televizive në një nga mediat proqeveritare, zotri Mexhiti deklaroi se nëse Taravari vendos të bashkëpunojë me BDI-n, atëherë qeveria do i bën favore BDI-s për të liruar të akuzuar për korrupsion. Kjo nuk është një lapsus, kjo është një pranim publik se drejtësia në këtë vend është e kapur dhe se qeveria
qeveria mund të ndërhyjë në vendimet e prokurorisë dhe gjyqësorit. Ndërkaq, nga koalicioni Vlen, akuzojnë pikërisht BDI-n se është, siç thonë, emëruesi kryesori të gjitha ndikimeve në drejtësi. Nuk ka hipokrizi më të madhe se kur BDI qan për drejtësi. Mjaftojnë vetëm 3 pyetje të shpejta. Kush e nisi fushatën mediatike kundër kryetarës së Gjykatës Supreme? A ishte kjo fushat për të siguruar që faljet e Gjorgje Ivanovit të vlen edhe për Nikola Gruevskin? Kush i solli ndryshimet e turpshme në kodin penal? Përgjigjja është e njëjtë për të gjitha. BDI është emëruesi i përbashkët i çdo vendimi të porositur në drejtësi. Po kjo BDI, shtoj nga koalicioni Vlen, ka tentuar që t'ja shtronte qilimin e kuqe Nikola Gruevskit në Shkup, ndërsa shtojnë se koha e tyre ka kaluar, pasi shqiptarët sipas koalicionit Vlen e kanë dhënë verdiktin. Përfaqësuesit e lidhjes së sindikatave kanë akuzuar sindikatet e tjera se nuk po i mbrojnë të drejtat e punëtorëve. Slobodan Trendafilov pas takimit me kryeministrin Kristian Mickoski ka deklaruar se të punësuarit në vend nuk kanë probleme me qeverinë sa kanë probleme me sindikatat e tjera. Kryetari i lidhjes së sindikatave të vendit Slobodan Trendafilov pas takimit me kryeministrin Kristian Mickoski ka deklaruar se të punësuarit në vend nuk kanë probleme me qeverinë, aq sa kanë probleme me sindikatat e tjera, pasi siç tha ai, vetëm LSM-ja në takimin e sotëm i ka shprehur kërkesat e punëtorëve për rritjen e pagave në sektorin privat dhe publik. Dy sindikatat e tjera që morën pjesë në mbledhje kërkuan që të shfuqizon dispozitat e marrëveshjes së përgjithshme kolektive në procesin e rritjes së pagave të punonjësve të sektorit publik, por diskutimet për rritje të pagave do të vazhdojnë dhe qeveria aktualisht nuk është kundër rritjes së pagës minimale. Trendafilov njoftoi se nesër do të mbahet mbledhja e komisionit për përcaktimin e përfaqësueshmërisë. Ai tha se rëndësishmja e këtij takimit ishte se qeveria dha sinjale pozitive. Nga qeveria na thanë se nuk e kanë për qëllim të dëmtojnë punëtorët dhe ky është një nga momentet më të ndritshme të mbledhjes së sotme. Mendoj se për shumë çështje të diskutueshme jemi shumë afër, por nëse tentojnë të sulmojnë LSM-n përmes sindikatës apo partive politike, situata nuk do të ndryshojë. Kryeministri ishte i pranishëm në mbledhjen e plot, e cila zgjati 1 orë e gjysmë. Është një sinjal pozitiv që nuk jemi ulur me disa këshilltar, por me kryeministrin dhe ministrin e ekonomisë. Trendafilov u bëri thirrje të gjitha palëve që të vinë në shtëpinë e punëtorëve, që të diskutojnë për rritjen e pagës minimale dhe të gjitha pagave të tjera. Maqedonia e Veriut ishte ndër 2 shtetet e vetme që votuan kundër mëvetësimit të Palestinës në Organizatën e Kombeve të Bashkuara. Deputetja e koalicionit Vlen, Imerlie Saliu, ka kërkuar sqarim nga qeveria, ndërsa deputetët e Levicës kërkuan organizimin e një debati lidhur me gjenocidin dhe njohjen e Palestinës si shtet të pavarur nga ana e Maqedonisë së Veriut. Maqedonia e Veriut ishte ndër 2 shtetet e vetme që votuan kundër mëvetësimit të Palestinës në Organizatën e Kombeve të Bashkuara. Votimi në këtë formë ka ngjallur reagime të shumta në opinion. Deputetja e koalicionit Vlen, Imerlie Saliu, ka kundërshtuar hapur këtë votim dhe për të njëjtën ka kërkuar sqarim nga qeveria. Sipas Saliut, duke u rreshtuar kundër shumicës dërmuese, vendi ynë duket se shpërfill të drejtën e vetvendosjes dhe nevojën për t'i dhënë fund pushtimit izraelit. E gjykoi si gjenocid atë që ndodhi në Palestinë. Unë si deputete e Kuvendit të Republikës së Maqedonisë së Veriut, distancohem nga një vendim i tillë i Republikës së Maqedonisë së Veriut për mbështetjen e këtij gjenocidi. Votimin kundër e shoh si shqetësim serioz në qëndrimin e vendit tonë ndaj drejtësisë ndërkombëtare dhe të drejtave të njeriut. Qeveria duhet të shpjegojë këtë votim të paprecedent dhe të rishqyrtojë pozicionin e saj. Ndërkaq 2 ditë më parë deputetët e Levicës kërkuan organizimin e një debati lidhur me gjenocidin dhe njohjen e Palestinës si shtet të pavarur nga ana e Maqedonisë së Veriut. E Majta ka dorëzuar në kuvend deklaratën për njohjen e shtetit të Palestinës që nga 8 nëntori vitit 2024, pra para 5 muajsh. Për fat të keq, edhe pse pretendojmë se i kemi debllokuar punën e kuvendit me procesin Jean Monnet, kërkesa jonë mbetet 5 muaj e bllokuar në mënyrë permanente në Komisionin për Punë të Jashtme, komision të cilin e drejton Musa Xhaferi nga BDI. Veç asaj që e shkelim rregulloren, dua të pyes vetëm një gjë: a kemi ne pak ndërgjegje në këtë kuvend?
Kjo nuk është hera e parë që Maqedonia e Veriut voton në favor të Izraelit dhe kundër interesave të popullit palestinez. Një gjë të tillë e ka bërë edhe në tetor të vitit 2023, duke votuar për mbajtur për miratimin e rezolutës me të cilën mbahej thirrje për armëpushim të menjëhershëm në rripin e Gazës. Republika e Maqedonisë së Veriut kishte abstenuar edhe në vitin 2024 në rezolutën e Asamblesë së Përgjithshme të OKB-s, në të cilën kërkohej që Izraeli t'i jap fund prezencës së tij të paligjshme në Gaza dhe në bregun perëndimor. Para pak ditësh Këshilli i Kombeve të Bashkuara për të Drejtat e Njerëzit miratoi 2 rezoluta të paraqitura nga Shteti i Palestinës, duke riafirmuar paligjshmërinë e praktikave koloniale izraelite në territorin e pushtuar palestinez, duke përfshirë Jeruzalemin lindor dhe duke përsëritur të drejtën e Palestinës për vetëvendosje. Vetëm Maqedonia e Veriut dhe Çekia votuan kundër. Nga sot ka nisur aksion për dorëzimin e dëshmive për tragjedinë në Koçan. Iniciativa Kush është i radhës sot ka dorëzuar kërkesën e tyre të parë për vendosjen e të ashtu quajturit e inspektoratin, në të cilën thonë se do të futen të gjithë proces verbale të inspektimeve të kryera. Iniciativa Kush është i radhës nga dita e sotme kanë filluar me paraqitje në faza të kërkesave të tyre, bazuar në tragjedinë e Koçanit ku humbën jetën 61 persona. Ata thanë se do të fillojnë me një dorëzim formal në arkivin e të gjitha institucioneve, që e konsiderojnë veten kompetente për zbatimin e kërkesave. Ata sot kanë dorëzuar kërkesën e tyre të parë për vendosjen e të ashtu quajturit e inspektorati, në të cilën thonë se do të futen të gjithë proces verbale të inspektimeve të kryera. Synimi i tyre është, siç thonë ata, që të gjithë të dinë nëse një objekt hotelerie është i sigurt apo jo. Kako go zamislime nije e-inspektorat? Do të jetë faqe ku secili prej nesh do të mund të shkruajë emrin e subjektit, vendin ku planifikojnë të pinë kafe, të argëtohen e kështu me radhë, dhe me këtë do të publikohen të gjitha dokumentet, të gjitha inspektimet, qofshin pozitive apo negative, të gjitha do të publikohen në atë faqe. Ata thonë se janë të gatshëm të ndihmojnë qeverinë në zbatimin e inspektoratit, por kanë edhe kërkesa të tjera, veçanërisht në fushën e drejtësisë, të cilat do t'i paraqisin në faza. Sistemi harron ne jo. Nën Kotmoto ata paralajmëruan një tjetër protestë që do të mbahet ditën e nesërme, në të cilën do të kërkojnë drejtësi dhe transparencë për të gjitha rastet. 4 nga pacientët e lënduar në zjarrin në Koçan sot kthehen në vend, kanë njoftuar nga Ministria e Shëndetësisë. Ata thonë se nga pacientët 2 janë trajtuar në qendrat mjekësore në Kroaci, 1 në Suedi dhe 1 në Itali. Nga MSH gjithashtu theksojnë se momentalisht jashtë vendit po trajtohen 60 pacientë, ndërsa në vend janë vetëm 7 pacientë. Në shtetet e huaja janë të hospitalizuar gjithsej 60 pacientë dhe gjendja e tyre mbetet e pandryshuar. Në spitalet në vend aktualisht po trajtohen 7 pacientë, prej të cilëve 4 në klinikën e kirurgjisë Shën Naumi Ohrit, 2 pacientë në spitalin privat Sistina dhe 1 pacient në klinikën për pulmologji, thuhet në komunikatën e tyre. Edhe gjatë ditës së martë, policia ka gjobitur rreth 900 persona për shkak të shkeljeve të rregullave të trafikut. Më shumë se gjysma e gjobave ka të bëjë me tejkalimin e shpejtësisë dhe parkimin e gabuar. Nga Ministria e Punëve të Brendshme kanë njoftuar se në zonat e 8 sektorëve të punëve të brendshme, zyrtarët policor gjatë ditës së dieshme kanë lëshuar gjithsej 895 urdhër pagesa në kuadër të kontrolleve intenzive në komunikacion, pas masave të marra në zbatim të ligjit për sigurinë në komunikacionin rrugor dhe ligjit për automjete. Ata theksuan se dënimet më të shumta kanë të bëjnë me tejkalim shpejtësie, nga ku janë shqiptuar gjithsej 273 gjoba, qarkullim pa patent shoferi, parkim të paligjshëm, përdorimi i celularit si dhe keqpërdorime të tjera. Përsa i përket sanksioneve kundërvajtëse, numri më i madh i kundërvajtjeve të shqiptuara ndaj drejtuesve të automjeteve ka të bëjë me parkimin e paligjshëm 299 dhe 273 për tejkalimin e shpejtësisë. MPB informoi se gjatë ditës së dieshme kanë sanksionuar 67 persona të cilët drejtonin automjetin pa patent shoferi. Ndërkaq, në kuadër të kontrolleve në 9 raste, MPB ka evidentuar automjete duke kaluar në semafor të kuq. 12 drejtues mjetesh kanë
ekspozitur nën efektin e alkoolit, si dhe janë evidentuar 17 automjete të paregjistruara, si dhe 7 automjete me defekte teknike. Policia ka disa muaj që gjobit nga rreth 1000 persona që shkelin rregullat e trafikut. E martja sjell lajm të mirë për shoferët pasi Komisioni Rregullator për Energjetik informoi se derivatet e naftës do të ulen për disa denar, siç njoftojnë nga KRE, çmimi i benzinës BS 95 pas mesnatet do të lirohet për 2 denar dhe do të shitet për 74 denar, ndërsa çmimi i benzinës BS 98 do të lirohet për 2 denar e gjys dhe do të shitet për 76 denar. Edhe çmimi i naftës dhe vajit ekstra të lejtë do të lirohet për 2 denar, me çka eurodizeli do të shitet për 66.5 denar për litër, ndërsa vaji ekstra i lehtë do të kushtojë 66.5 denar në litër. Ky lirim i paraprin vendimit të 7 prillit, ku çmimet e derivateve të lartë përmendura u ulën për gjysmë denari, ndërsa sot çmimet e derivateve në tregjet ndërkombëtare pësuan në rënje për 2.6%. EVN Maqedonisë së Bashku me qendrën Energo të konsumatorëve të elektrodistribuimit në Shtyp realizuan aksion vullnetar për mbjelljen e 300 fidanave në komunën e Lozovës si rezultati i përkushtimit afatgjat për zhvillim të qëndrueshëm dhe mbrojtje të mjedisit. Në kuadër të projektit për punë vullnetare të EVN-s, grupi prej 14 vullnetare së bashku me përfaqësuesit komunal ditën e punës ja kushtuan pyllëzimit në lokacionet të caktuara. Me këtë veprim është kontribuar për një Lozovë më të gjelbër dhe më të pastër dhe rrjedhimisht një cilësi më të mirë të jetës së popullatës në afatgjat të gjatë, thuhet në komunikatën e EVN-s. Projekti EVN, i cili mundson zgjidhje sistematike të vullnetarizimit në kompani nga ideja deri në implementim, ka filluar në korrik të vitit 2017. Deri më tani janë realizuar 57 aktivitete me mbi 600 të punësuar. Në mbledhjen e Këshillit të Sigurimit të mbajtur gjatë natës së mbrëmshme në Kosovë dhe Serbi, SBA kërkoi rishikimin e misionit të Kombeve të Bashkuara duke sugjeruar përfundimin e menjëhershëm të tij. Përfaqësuesi amerikan John Kelly argumentoi se UNMIK e ka tejkaluar qëllimin fillestar të mandatit të tij. Ne ju falenderojmë për kontributin tuaj, por koha për të tërhequr UNMIK-un ka ardhur. Ne rekomandojmë që UNMIK-ut të fillojë transferimin e funksioneve të tij tek agjencitë e tjera të OKB-s në terren më të përshtatshme për këtë punë, në mënyrë që procesi drejt përfundimit të misionit të jetë gradual dhe jo i papritur. Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë të përkushtuara për të shnjërosur shpenzimet e panevojshme në organizatat ndërkombëtare, ka thënë John Kelly, përfaqësuesi i SBA-s. Të njëjtën kërkesë bëri edhe Ministrja e Kosovës për punë të jashtme Gërvalla, ndërsa i bëri thirrje UNMIK-ut të mos shtrembërojë realitetin në terren. Misioni UNMIK-ut vepron sipas rezolutës 1244 të Organizatës së Kombeve të Bashkuara, e cila erdhi si kompromis midis vendeve perëndimore dhe Rusisë për të dhënë fund konfliktit në Kosovë. Greva 24 orëshe paralizon transportin detar, hekurudhor dhe ajror në Greqi. Punonjësit kërkojnë paga më të larta për të përballur rritjen e kostove të jetesës, ndonëse qeveria ka rritur pagën minimale mujore prej 35% në 880 euro. Kjo ka qenë e pamjaftueshme për shumë familje të cilet ende luftojnë për të përballur jetesën mes rritjes së kostove të ushqimit, energjisë dhe strehimit. Përfaqësuesi i sindikatës marinarëve Angelos Galanopoulos tha për mediat ndërkombëtare se edhe pas rritjes së fundit të pagave, situata ekonomike për shumë qytetarë mbetet e vështirë. Paga minimale e Greqisë për sa i përket fuqisë blerëse ishte ndër më të ulëta në Bashkimin Evropian në janar, pas Portugalisë dhe Lituanisë, treguan të dhënat nga zyra e statistikave të BE-s Eurostat. Gjithashtu në grevë marrin pjesë edhe mësuesi, pedagogët dhe studentët, duke
protestuar ndër të tjera për nivelin e arsimit, pasigurinë e tarifave të shkollave dhe duke shprehur kundërshtimin e tyre ndaj universiteteve private. Ministria e Financave të Kinës ka njoftuar të mërkurën se du të vendos tarifa shtesë për mallrat amerikane nga 10 prilli. Sipas njoftimit do të ketë tarif prej 84% ndaj mallrave amerikane. Vendimi vjen në ditën kur kanë hyrë në fuqi tarifat e Trumpit ndaj shteteve që kanë tarifa të larta ndaj produkteve amerikane. Kina është më e goditura me 104% tarife, cila është rritur të martën për shkak se Kina nuk është përgjigjur pritjes së presidentit Trump që shteti aziatik të kërkojë bisedime tregtare. Zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme të Kinës Lin Lian në një konferencë për shtyp tha se në SBA ka mgull për të zhvilluar një luftë tarifore dhe tregtare. Kina do të luftojë patjetër deri në fund. Të paktën 98 persona kanë humbur jetën, në më shumë se 150 janë lënduar pasi një çati u shemb në një klub nate në kryeqytetin e Republikës Dominikane Santo Domingo, thanë zyrtarët. Ngjarja ndodhi në orët e para të së martës në një koncert të këngëtarës së njohur Ruby Perez në klubin e natës Jet Set. Qindra njerëz ishin brenda vendit dhe rreth 400 shpëtimtar janë ende në kërkim të mbijetuarve. Ekziston frika se numri të vdekurve do të rritet më tej. Drejtori i qendrës së operacioneve emergjente Juan Manuel Mendes tha se kishte shpresë që shumë nga ata që ishin nën çatinë e shembur ishin ende gjallë. Jetset është një klub nate në Santo Domingo, i cili organizon rregullisht koncerte. Të pranishëm ishin politikan, sportistë dhe figura të tjera të shquara. Presidenti i Republikës Dominikane Luis Abinader ka shpallur 3 ditëzie për katastrofën. Jetset konsiderohet si një nga vendet më të njohura argëtuese në Republikën Dominikane për sa i përket pjesëmarrjes në aktivitetet e saj në mbrëmjet e të hënës. Me 36 viktima është rritur në 1482 numri palestinezëve të vrarë në sulmet të dhunshme që ushtria izraelite rifilloi në rripin e Gazës me 18 mars pas prishjes së armëpushimit. Në një deklarat me shkrim nga Ministria e Shëndetësisë në Gaza janë ndartë dhënat e fundit në lidhje me viktimat dhe të plagosurit në sulmet e vazhdueshme izraelite në Gaza. Në spitalet mbërritën trupat e 36 personave të vrarë dhe 41 personave të plagosur gjatë sulmeve të ushtrisë izraelite në 24 orët e fundit. Të paktën 1482 palestinezë janë vrarë dhe 3688 të tjerë janë plagosur në sulmet që ushtria izraelite ka kryer që nga 18 marsi deri më tani, duke shkelur anëpushimin e arritur me 19 janar. Numri palestinezëve të vrarë në sulmet e Izraelit në rripin e Gazës që nga 7 tetori 2023 është rritur në 50.826, ndërsa numri të plagosurve në 115.729 thuhet në rripin e Gazës, në rënoja ende ka mira të vdekur. Ky ishte lajmi i fundit për këtë edicion informativ. Faleminderit për momentin. Bashkë, mirupafshim.